Shumica e fakulteteve të mjekësisë, sepse janë një numër i konsiderueshëm, pra në Gjermani i kanë sistemin e shkollimit 5+1. Ne kemi pas 6 plus gjysmë vjeti stash, ashtu quajtur. Do të thonë sa i përket provimeve, është bën një baratvlerësim atje, mirë po paraprakisht mjeku nuk është dhënë licenca, por është dashur të futet me një provim që quhet provimi i gjuhës, njohurive gjustësore të profesionit, Fachsprachprüfung. Domthonë, ne është dashur para se të fillojmë me punu për me marrë lejen e punës, jo licencën, por për të pas drejt me punu edhe me u specializu deri në 2016 ka qenë rregull e përgjithshme në Gjermani, pra na kemi dhënë provimin çdo mjek që ka ardhur prej Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, vendeve të Ballkanit Perëndimor, është dashur me dhënë këtë provim për me mujt me marrë lejen e punës. Prandaj kemi vazhduar me specializim e tek ma vonë. A ka qenë ky provim profesional në aspekt provim më shumë gjuhësor, pa më pa se mjeku sa e njeh gjuhën dhe a është i aftë me komuniku me pacientin gjerman. Sepse nëse ti me gjuhë nuk je mirë, atëherë ka kish me qenë problem komunikimi qoftë me kolegë, po në veçantë me pacientin gjerman. Për shkak se i kushtohet një rëndësi shumë e veçantë pacientit, në që mjeku mos me dalë keq përpara pacientit, edhe mos me ndodh keq kuptimet ose zot na ruaj me ndodh në keq trajtim i pacientit. Kur dihen ndjeshmëria e punës. Po, ndjeshmëria e punës. Ne kemi dhënë atë provim, ka qenë ajo leja e parë, edhe kontakti i parë me sistemin gjerman sa i përket pyetjes ose nënshtrimit të një mjeku të një provimit që në sistemin gjerman. Kemi kalu mirë, kemi pas frikë padyshim sepse ka qenë provimi i parë në shtetin gjerman, mirë po kemi kalu mirë dhe ajo na ka dhënë dritën e shkile që ne me vazhdu me specializim, pastaj me u përgatit për provimin e licencës apo ashtu quajtur në aprobacion që ka përfshi pastaj 2 libra kogja të mëdha voluminozë të gjuhën gjermane, të cilat është dashur me përgatit mjeku që është jashtë Gjermanisë dhe pastaj me u fund sistemin gjerman.